Atëherë miqtë e mi, ju përshëndes. Sapo zbrita këtu në Sarand. Kjo është pedonale e re që është shëtitore më sakt, shëtitore e re që është bërë këtu në Sarand. Miqtë e mi, kjo është shëtitoria me re që është rrës së fundit në Sarand. Nëse kam parë edhe dëgjuar, kjo inaugurohet në datë 12, por unë mendova të vija pak më përpara për t'ju treguar pamjet, si do të bëj ndiqni direkt. Gjatë ditës do të bëjmë një video tjetër për të parë pjesën e detit, sepse tashmë është errësirë dhe nuk duket qartë pjesa e Bregdetit. Gjatë ditës nesërme do të jemi në Sarand për të transmetuar pamje të ndryshme. Fokusohemi tek pjesa shëtitores, sepse kjo është risi këtu në qytet. Është shëtitore shumë e bukur, fatikisht. Kam ardhur thujse kastile për të bërë këto imazhe, për të bërë këto pamje. Unë fatikisht do hyja nesër në transmetim, por erdha për të parë se çfarë ishte bërë këtu dhe duke parë që kishte shumë lëvizje qytetarësh, mendova thash pse jo, të futem edhe direkt. Atje ne do ta përshkruajmë gjithë rrugën. Jam duke transmetuar në formatin 720 HD, sepse formati 1080 është e pamundur me rrjetin celular One të transmetosh. Çuditërisht, rrjeti One erdhi si risi në Shqipëri, por siç e shoh, interneti është dobësuar jashtë masë kohë të fundit. Madje unë bëj edhe
oferte më të shtrejtë, si mund ta them edhe përsëri. Rrjeti i internetit është shumë i dobët. Pra kjo është një zonë akoma në punime sipër, si se shohim nga pamjet, të inaugurohet në ditët në vazhdim. Kam parë disa njoftime që mund të inaugurohet në datë 12. Duket që është gati, kjo shëtetore. Vazhdojmë ta përshkruajmë gjithë shëtetorin. Sa vëre ndjekësit poshtohen. Është një video e vërtet shumë e bukur kjo. Jam nisur thuajse Kastile për të bërë këtë video. Do doja shumë që të shfaqja edhe pjesën e detit, por tani është natën, kështu që nesër do bëjmë video tjetër, live stream. Tani mendova të bëjë këtë video spontane. Luan Kastrati, përshëndetje. Traveler Kid. Përshëndetje Traveler. Atëherë vazhdojmë drejt qytetores. Kjo është qytetoria më e re në qytetin e Sarandës.
Besoj se turistët do ta shijojnë këtë vit këtë shëtitore. Po, faleminderit për komendin. Pra atje te përballë duket qyteti i Sarandës. Ne u kemi edhe Bregdetin. Jo, nuk është thot, edhe erë nuk ka shumë traveler. Temperatura është 19 gradë, kështu që është temperaturë shumë e mirë. Në Gjerkasër ishte shumë ftohtë, frynte edhe shumë erë, por këtu është shumë okej. Vjen keq që po transmetoj formatin 720, por rrjeti celular nuk na lejon të transmetojmë në full high definition. Gjithsesi po bëj video tjetër për ta transmetuar pas 2 ditësh. Do ketë dhe video me dron, me pamjen nga lartësia. Flamur, përshëndetje, se erdhe. Shoh që kemi edhe fansa të rinj. I them mirë se të vinë fansa të rinj. Kush nuk ka bërë subscribe, e ftoj që të bëjë subscribe kanal. Akid Islamaj. Të përshëndesin nderuar, mirë se erdhe. Mbroma juj na përshëndet Ana. Shikoni sa shëtitore e bukur këtu në Sarandë, më pëlqen shumë kjo pamje, sepse në krahun të majt kemi edhe Bregdetin. Nesër do të kemi një ditë maraton në video këtu në Sarandë. Shumë relaksuse zhurma e detit. Besoj se jeni dakord me mua për këtë.
kanë ambientet e tyre përballë shëndetores edhe përballë detit, do t'jetë shumë favor për këto. Mendohet që ky vit do të ketë një boom turistësh, duke menduar që viti i kaluar ishte problem. Po pra zëri është okej këtu, sepse nuk ka erë. Në Gjirokastër më të shmendi era në Gjirokastër. Ishte një erë me rruse sot. Mezi kam punuar në Gjirokastër. Traveler mendoj mos largohesh, gjithsesi. Po, Traveler, edhe era dhe interneti të dyja bashk. Elton, faleminderit për komentin, Elton. Klajdi Budo akoma nuk ka filluar tamam sezoni turistik, por besoj se ky vit do të jetë të mbushur me turistë. Kemi pisha të mbjellura këtu në pedonale, këtu në shëndetore. Uroj që të rezistojnë këto pisha, sepse shpeshherë kam vënë re, për shembull në Vlorë, që ka pisha të cilat nuk i rezistojnë detit dhe thahen. Okej, miqtë e mi, atëherë mora një informacion se kur do të inaugurohet shëndetoria, por ka akoma punë. Brenda 12 hapet sezoni turistik. Edhe kjo shëndetore besoj se do t'i vi përmbar turistëve që të bëjnë shëtitjet e tyre të pasdites. Sepse më mërënjenja gjatë ditës do të jetë temperaturë këtu prej pllakave të gurit. Dhimo thot që akome me fshesi fshini, po mimo Dhimo, mua më pyet për këtë pundi. Unë jam nga Elbasani vëlla, kam ardhur vetëm për të bërë videon, nuk e kam idenë se si fshihen.
është një zonë që ka dhe akoma punime për të bërë. Por një pjesë e mirë atyre duket që kanë përfunduar. Raketa e famshme kineze. Shpresoj që raketa të shkrihet në atmosferë, por edhe nëse do bien copa, ato shpresoj që të bien në oqean. Të doja t'ju shfaqja edhe pamje nga krahujimi i djathtë të qytetit. Besoj se banorët cilët janë në krahun ballor kanë një pamje fantastike të Sarandës. Gentian, Kolonia, faleminderit. Gentian, të përshëndes. Faleminderit për komentin. A ka turista pyet? PGL unë sapo kam ardhur për vete, jam turist vetë, kështu që nuk e di, domethënë, a ka turista, nuk ka. Nuk kam informacion për këtë punë. Nesër do duket tek live streami tjetër që do bëj gjatë ditës. Nesër do duket se sa turist ka. Do pyes, do marrë informacion për këtë pjesë. Angelo Nika, faleminderit për komentin Angelo. Përshëndes. Dhimo, faleminderit Dhimo. Shumë beton, të paktën është bërë diçka e pastër. Okej. Dakor, shumë beton sepse temperatura këtu gjatë ditës do të jetë shumë e nxehtë, nesër do ta provojmë. Sepse do bëjmë video tjetër, siç thash. Por gjithsesi është diçka për të vlerësuar kjo pjesë. Denis. Përshëndetje Denis. Denisi nga Saranda. Po është bërë shumë bukur Denis. Prandaj kemi ardhur. Raketa do bjerë në oqean. Mos keni frikë fare. Pa emër e bën krahasimin me Lungomaren, do thoja që po, sepse vendosja gjeografike e kësaj është më e bukur, kuptohet. Pra, mendoj se e favorizon pjesa që nuk ka makina afër, pra automjetet janë diku larg që kalojnë, ndërsa në Lungomare kalojnë automjetet shumë pranë shëndetores. Këtu është më mirë. Edhe unë këtë mendim kam. Pellas Gilir, faleminderit që i sugjeron ndjekësit që të bëjnë like.
Ata din vetë, normalisht do preferoja që të kishte sa më shumë like edhe share, por gjithsesi kush dëshiron mund të lej një like ose një përshtypje për videon. Sigurisht edhe sugjerime. Urdhëro? Jo, nuk jemi të topit. Ne bëjmë video për internet, live stream. Shkruaj në YouTube, Albert Vaje Production. Edhe do faleminderit. Enis, të lutem, komente politike, jo, nuk ka lidhje, ke faqe fare me pjesën e politikës. Bëll faqe politike, website, e çfarë mund të them tjetër, bëll ka politik, kudo. PGL, po pra, menduan se ishin medias, por ne bëm video për internet. O Enis, mos bëj komente politike më vlla, se admini të blokon. Në shqyqy që u larguan zgjedhjet, pra për politikë të flasim. Atëherë po vazhdoj djathtas. Shohim deri ku ka shkuar shëndetoria. Pra këtu është porti i vogël i anijeve, i jateve. Jepet tepër vlerë qytetit. Valentino Gjika mua nuk më tregon që ngec këtu, gjithsesi edhe mund të ngeci, nuk e di. Por e thash edhe në fillim të live streamit, po transmetoj informatin 720 sepse rrjeti celular nuk lejon të transmetoj me cilësi më të madhe. Këto janë kushtet, këto janë kompanitë celulare në Shqipëri. Edhe ne duhet t'i vuajmë këto gjëra. Atëherë dikush pyet PGL, cili është vendi më i bukur që ke vizituar Shqipëri. Nuk mund t'i ndaj dot vendet më të bukura.
nuk I ndaj dot, por po them disa qytete për korrektësi të përgjigjës do të veçoja Beratin, Gjirokastra, Shkodra. Pra, për mua personalisht më pëlqen më shumë qytetet që kanë vlera antike. Por si shohim dhe nga pamjet, edhe Saranda është bërë shumë bukur fatikisht me këtë qytetore, sepse ka qenë jetë të merri vërtet. Do ishte diçka pozitive për turizmin në Shqipëri. Mersin Malaj, faleminderit për komentin, Mersin. Tani është një orar që nuk ka shumë lëvizje, sepse unë erdha shumë vonë nga Gjirokastra, kështu që nuk ndeta do të bërë këtë live stream, duke parë ndriçimin, pjesën e dritave. Preferova ose më mirë mendova që të bëj live streamin. Atëherë temperatura është 18 gradë. 18 gradë temperatura, nuk bën shumë fokus, sepse një dorë kam të zënë, kështu që gjithsesi është temperaturë shumë e mirë. Pra, është një qytetore e cila është akoma në punime. Shpresoj që të përfundojë sa më shpejt. Mersin Malaj shkruan, kjo qytetore është për fëmijët e vipave. Nuk e kuptoj komentin, por kushdo vjen shëtit. Hellas Gilir, po, e kam në plan, por të hapet pjesa turistike, pjesa turizmit. Fillimisht kam planifikuar që të bëj video në Itali. Domethënë do shkoj për punët e mia, por do të shfrytëzoj edhe pjesën e live streamit, kështu që së shpejti besoj do hapen edhe viza turistike, kështu që besoj do të shihemi videon e parë ndoshta në Venecia. Do doja shumë që të bëja live aty. Më pëlqen Venecia. Komentat kalojnë pak shpejt.
Miksalis, mos gaboj. Do t'jetë grek ky emër. Faleminderit për komentin. Raul Antonio shkruan thaset me plera në fund shëndetore, se Raul është një shëndetore akoma në proces pune. Nuk ka përfunduar kjo shëndetore. Po, Kroacia shumë e bukur. Pra kjo shëndetore më kujton pak Kroacin, por do doja të shikoja më tepër anijet vogla ose jate. Në Kroaci ka shumë të tillë. Tu kemi edhe plazhin publik. Rregulloria për plazhin publik. Atëherë edhe pak do të qëndrojmë, sepse unë do duhem të mbyll live streamin. Miksalis, faleminderit për komentin. Pra shikoj që ka fansa që na ndjekin rregullisht, por ka dhe fansa të rinj. Pra shëndetore është akoma në proces pune, si të shohim edhe inertet. Pra deri këtu duket që kanë vazhduar punimet. Pjesa drejt ka mbaruar pjesë, do të thonë, por nuk ka përfunduar totalisht shëndetoria. Zhurma detit fantastike, po. Po justi, shahi, po, ke drejt. Është super. Është një relax në vete. Faleminderit Roza. Kur do bësh live-in e radhës, PGL do t'jetë dita nesërme, do t'i kushtohet totalisht Sarandës. Kështu që nesër gjatë ditës është edhe ditë pushimi, do të rishimi disa herë këtu në Sarandë. Pellaz Gilir në Sicili nuk e di. Mos të gënjej, nuk besoj se do jem në Sicili, por besoj se do t'jem në Venecia. Mirë miqtë e mi, atëherë do duhet ta mbyll live streaming këtu, sepse do të akomodohem edhe në hotel.
Kështu që orari është pak i papërshtatshëm. Do të jetë një ditë maraton këtu në Sarand, kështu që